Ju keni dërguar një letër gjithë personaliteteve kryesore të vendit përfshirë dhe ambasadorët. Tani, duket sikur kërkoni mbështetje, Jo, që të mos ta etiketohet sepse niset keq e pastaj duhet të rrim gjatë për të shpjeguar një pasaktësi që mund sqarohet që në fillim. Nuk kërkojmë mbështetje, kërkojmë të sqarojmë një situatë e cila në të kuptuarit ton po mbarset krejt pas një lloj motivi. Ka një përballje, duket sikur ka një përballje midis prokurorisë përgjithshme dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në mbledhjen e parë për dekriminalizimin ju keni thënë tekstualisht, e mbaj mend shumë mirë atë mbledhje, keni thënë prokuroria është partneri im kryesor në këtë. Është absolutisht, prokuroria e kam konsideruar dhe konsideroj partnerin ton kryesor në përpjekjet për dekriminalizimin e politikës shqiptare. Pa prokurorinë nuk do të mund të bënim asgjë, ose do të bënim pak, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve praktikisht e ka të kufizuar lëmin e tij të instrumentave. Por prokuroria ka nisur një procedim ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kjo lind nevojën për të sqaruar. Eksakt, sepse në gjykimin ton ka një keq kuptim për mënyrën se si, ose ka një keq interpretim të ligjit për dekriminalizim. Ligji për dekriminalizimin është trajtuar dhe nga të tjerë. Mua nuk më takon pa çka se e kam thënë tek Tuke edhe Shkarazi dhe në një mbledhje publike që ligji për dekriminalizimin është nga ata ligje që çdo ligj, po bën një parantezë, çdo ligj mund të ketë të paktën 2 interpretime. Po të mos kishte të paktën 2 interpretime, ligjet nuk do të kishin nevojë për gojën e tyre, për gjyqtarin apo për operatorin tjetër të ligjeve. Do t'i jepeshin kompjuterit dhe kompjuteri do të zgjidhte problematika. Nga momenti që një ligj lejon më së paku 2 interpretime, duhet zgjedhur ai më i miri. Në rastin e ligjit për dekriminalizimin, ligji për dekriminalizimin, duke qenë se cënon një seri lirish dhe të drejtash individuale, kushtetuese, ku më tipike atyre është e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, por edhe e drejta për punë, sepse praktikisht ju heq mundësinë për të punuar një seri funksionarësh dhe për periudha shumë të gjata, një interpretim i gabuar i ligjit mund të cënojë absolutisht në cënim të kushtetutës dhe në cënim të lirive dhe drejtave. Ne gjykojmë se interpretimi që ka adoptuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ai i drejti i cili sjell, të themi në një binar kushtetues, formularin, vendimin e kuvendit i cili ka dalë për të rregulluar për aspektet rregulative procedurale të ligjit, ligjin për dekriminalizimin, të gjitha me ndryshimet e fundit që u bën të detyruara për ta sjell të themi në realitetin kushtetues ligjin për dekriminalizimin. Ka një diskutim, rastet kur subjektët që janë Po, sepse duhet folur rast pas rasti, për të qenë më konkret. Për subjektët që janë objekti i këtij ligjit të dekriminalizimit, rastet kur ata janë dënuar me gjobë, ju keni interpretuar që kjo nuk është pjesë e formularit. Unë i kam këtu, po nuk është e udhës në një... Jo, vetëm të parimisht, këtë e keni bërë nisur nga e drejta që sapo më thatë që i lind Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të bërë një interpretim ligjit? Çdo operator i së drejtës, që nga policia atje tek trau i doganës në kufi, kur ne hymë në teritorin e Republikës Shqipërisë. Tek personazhi, të themi, më i lartë i jetës publike, që është presidenti i Republikës, ose ndryshe shefi i shtetit, janë operator të së drejtës. Dhe interpretojnë ligjin në rrethanat të caktuara që i lidh me punën e tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në lidhje me ligjin për dekriminalizimin, me patjetër duhet bëjë një interpretim të normave, të gjithë normativës për dekriminalizimin, që nga kushtetuta deri te formulari, në mënyrë që ta zbatojmë atë. Sepse ligji është shkruar ashtu si kundër është shkruar, njerëzit i japin atë interpretim në bazë të kulturës së tyre shkollore, në bazë të kulturës së tyre shoqërore, në varësi të rrethanave shoqërore, politike, ekonomike e kështu me radhë. Ligjet vetë nuk flasin. La bouche de la loi, thoshte Montesquieu kur i drejtohej gjyqtarit. Goja e ligjit. La bouche de la loi. Ligji flet përmes operatorëve, përmes atyre që e zbatojnë atë. Dhe çfarë thot kushtetuta? Të thash, nuk është e udhës të riun të citoj, po do t'i them në mënyrë... Okej, atëre po ju pyesëm konkretisht për Armando Prengën, sepse bëhet fjalë për zotin Prenga. Është pak e vështirë, sepse çështja është në shqyrtim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe ne të premte do ta marrim çështjen. Ju madje edhe në Facebook kishit shkruar që nuk është se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim. Po, jam shprehur sepse ka pasur një keq, jo keq, po një dashakeqësi nga disa portale, që po më bëjnë një lloj presioni personal aktualisht, që po falim Prengën e kështu me radhë. As po e falim,
as po e lëm, ende është për të vendosur Kur e keni marrë zotëria. dëshminë e tij të penalitetit? Dëshmia e tij e keni parasysh që institucioni është institucion i madh. Po, Dhe është nuk merren antarët me këto procedure. Çdo institucion, kuvendi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, DAP-i e kështu me radhë, kanë ngritur strukturën e vet ad hoc e cila pret materialet, formularet në lidhje me dekriminalizimin. Nëse nuk e dini, më thoni nuk e di, nuk kam informacione. Me siguri është marrë brenda afatit ligjor, nuk di ta them datën, diku në periudhën qershor, besor, ose në maj. Okej. Pse nuk e niset në prokurori? Atëherë kjo duhet sqaruar. Ka disa lloj subjektesh. Subjektet të cilat e kanë dorëzuar të bardhë formularin, pra pa dhënë asnjë lloj indicie të themi në lidhje me dënime të ndryshme që ata mund të kenë marrë gjatë jetës së tyre, për këta Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkon vetëm Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorisë Përgjithshme të Gjendjes Civile informacion në lidhje nëse kanë pasur gjeneralitete të tjera dhe se si është dëshmia e tyre penalitetit. Iku ky grup subjektesh. Nëse nga këto indicie krijojmë ose lindim pikpyetje, atëherë i drejtojmë prokurorisë. Është grupi i subjekteve, deputet, kryetar bashkish, kështu me radhë, të cilët kanë deklaruar diçka aty. Nëse deklarimi, pra ajo çka ata kanë deklaruar, bie në ato nene, krime, për të cilat kanë ndalesë në bazë të ligjit, atëherë ne automatikisht veprojmë dhe s'ka nevojë fare t'i drejtohemi prokurorisë. Dakor. Sepse e shohim. Ka dhe të tjerë pastaj, të cilët nuk kanë deklaruar, por nga dëshmitë e penalitetit vijnë elementë të ndryshëm. Rasti i Prengës, Prenga nuk ka deklaruar gjë në të drejtën në formularin e tij të vetë deklarimit, por nga deklarata, nga dëshmia e penalitetit e siguruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me kërkesë të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, rezulton që zotëria ka qenë i dënuar jo me burgim, por me gjob. Kushtetuta e thot shprehmisht dhe i ka kumulative të treja, po e lexoj, përjashtohen nga drejta për t'u zgjedhur shtetasin që janë dënuar me burgim, me vendim përfundimtar të formës prerë për kryerjen e një krimi. Pra, duhet të jesh dënuar me burgim, me vendim përfundimtar të formës prerë për kryerjen e një krimi. Rasti në fjalë ka qenë me gjob, nuk ka qenë me burg. Ty bëj një pyetje. Dhe ka qenë bindja e komisionit në atë kohë, unë nuk kam qenë kryetar në atë kohë, po ka qenë bindja e komisionit që një seri subjektesh, sepse ne kemi pranuar dhe të tjerë, dhe një nga dy elementet që Prokuroria e Përgjithshme ka nisur hetimin ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është pse kemi pranuar ne që subjektet të ndryshëm të shtojnë formularin e tyre të dekriminalizimit. Pra të shtojnë të dhëna të reja. Sipas prokurorisë, formulari i parë i bie që është i falsifikuar, sepse ky i dyti me të dhënat e reja është i vërtetë. Që t'ju a them tamam informacioni që na vjen nga burimet tona nga prokuroria është që ju keni ndërhyrë sistem për zëvendësim formularesh. Dyshime, ka dyshime. Unë po ju pyes atëherë, po ja formuloj pyetjen, keni ndërhyrë një sistem për ndryshim formularesh po apo jo? Jo, ju them Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Skup televiziv e Ndri Gjafo, unë tani po e dëgjoj për herë të parë dhe nëse kjo ka ndodhur, Prokuroria e Përgjithshme le të nxjerrë ujë të zi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe atë përgjigjen për këtë. Dakor. Keni flisni me garanci dhe për periudhën që s'keni qenë kryetari i komisionit? Jo, nuk mund të flas. Vetëm për periudhën tuaj. Dhe ju që jeni afër dhe ndoshta e shikoni të kuqin që më ra tani në fytyrë, unë kam qenë antar si gjithë të tjerët, unë nga nëntori jam bërë. Ju besoj duhet ta kuptoni që unë do të bëj pyetje. Ju të bëni çfarë pyetje të dëshironi. Burimet i kam të sakta. Kjo nuk është spekulimi imi këtu në studio, është një dyshim i prokurorisë. Pra ju e mohoni kategorikisht që gjatë kohës që ju jeni kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të jetë ndërhyrë në sistem për zëvendësim formularesh. Zoti më ruajt, Endri, sepse sistemin aty ka inxhinier që merren me atë punë, por në dijenin time që sa kam qenë unë kryetar nga nëntori e këtej, po dhe më tej, unë nuk di që të ketë ndodhur kjo gjë. Dakor. I rikthehemi diskutimet aty ku e kishim. Ju thatë nga dëshmia e penalitetit për zotin Prenga, të cilën e ka siguruar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, del që është dënuar me gjobë. Po, është dënuar. Ti bëj një pyetje për analogji. Ai nuk ka deklaruar që është dënuar me gjobë, e ka sjellë të pastër formularin, ndërkohë që në rastin e zotit Tahiri, Dashamir Tahiri, dhe ai ishte dënuar për një vendim i cili nuk ishte
objekt i ndërprerjes së mandatit. Në të dy rastet, edhe për zotin Tahiri, nuk ka qenë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai që ka bërë problemin. Pra, është i hequr mandati, jo për veprën penale apo për atë shkeljen në vetvete, po për faktin që nuk ka plotësuar sakt formularin. Jo, është krejt e kundërta. Zoti Tahiri, dhe më vjen keq që i përgojojmë, mandati i është hequr për shkak të veprës ose situatave penale në cilat ai ka qenë përfshirë gjatë jetës tij, fakte dhe rrethana të cilat ju bën të ditura Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vetëm me aktin e prokurorisë. Ne nuk kishim asnjë dieni për këtë. Për zotin Tahiri. Po për zotin Selami? Shkëlqim Selami? E njëjta gjë edhe për zotin Selami. Pra nuk ishte të bënte me formularin. Jo, nuk ishte të bënte me formularin. Në rastin konkret me deklarimin ose me mungesën e deklarimit të gjobës së zotit Prenga. Por është një vepër, kjo vepër gjoba e marrë nga zoti Prenga, e cila edhe po ta kishte deklaruar zoti Prenga, nuk doja ishte mandati. Pra nuk mund të bijem në këto lloj paradoksesh, që po ta kishte deklaruar, nuk do t'i ikte mandati, sepse është gjobë, dhe në këtë pikë është kompetente vetëm Komisioni, Qendror i Zgjedhjeve, dhe prokuroria nuk mund të thotë asnjë gjë në këtë pikë, sepse vetëm ne, në bazë të ligjit, jemi ata që i heqim mandatin, prokuroria bën hetimin, pra jemi një kuazi gjykat, të themi kështu, dhe fakti që ne e morëm vesh më pas për një vepër që po ta dinim më përpara nuk do ta hiqnin mandatin, si mund të na ndryshoj bindjen? Pra, krijohet një paradoks, pikërisht këtë po doja të shpjegoja, që prokuroria me mënyrën se si e ka interpretuar, se si po interpreton ligjin, se si po e keq interpreton, po inkriminon njerëzit me pa të drejtë. Po inkriminon njerëz me pa të drejtë. Njerëz të cilët nuk i kanë ditur. Njerëz të cilët i kanë ditur, por kanë vlerësuar duke folur përmes me miq të tyre avokat ose jo, që vepra në fjalë nuk është nga ato vepra e cila bën pjesë në ligjin për dekriminalizimin dhe kanë gjykuar të mos i deklarojnë. Se përse duhet ta deklarojnë? Ligji është fare i qartë, duhet të deklarosh vetëm një sër veprash. Ato vepra për cilat ty të hiqet mandati dhe nuk kërke asnjë detyrim në një lloj mënyre të degenerohesh publikisht për gjëra të cilat janë pa rëndësi në lidhje me ligjin për dekriminalizimin. Nuk është qëllimi i ligjit degradimi i dinjiteteve të deputetëve apo të subjekteve tjera politike. Është pastrimi i politikës nga ata njerëz dhe vetëm ata njerëz të cilët kanë bërë një numër të caktuar krimesh. Pra, krime të cilat janë listuar në një listë të mbyllur nga legjislatori dhe nuk është thënë çfarë do lloj krimi. Gjoba mund të jetë kundërvajtje administrative. Gjoba është kundërvajtje. Ju bëj një pyetje për... Edhe krime mund të dënohen me gjobë, po kur dënohesh me gjobë nuk je dënuar me burgim. Dhe kushtetuta ta specifikova. Thot do të largohen nga detyra vetëm ata që janë dënuar me burgim, pra duhet të jesh dënuar me burgim. E kuptoj. Ty i kthem asaj që unë ju ndërpreva sepse doja të zauroja çështjen e zotit Prenga. Kemi rastin e riplotësimit të formularëve, ju niset ta sqaronit, sepse kemi riplotësim formularësh për 2 zotrinj që janë kryetar bashkisë tërmet Peçi i Tepelenës atë rreth 9 subjekte. Okej. Këta janë emrat që kanë dalë publik, po ata janë 9 subjekte, janë publike në letrën që ne ju kemi çuar më së pari kryetarit të shtetit dhe jo ambasadorëve. Ambasadorët kanë qenë për dijenin, nuk janë ambasadorët ata të cilët ne falemi. Pari është kreu i shtetit, kreu i kuvendit, kryeministri i vendit. Dekord, okej. Atëherë, ma shpjegoni pak se si është bërë mundur riplotësimi i formularëve? Unë nuk di të them hollësi për këtë, sepse të gjitha këto akte administrative, të karakterit thelbësisht administrativ, nuk janë bërë gjatë periudhës kur unë drejtoja administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Domethënë, ju jeni kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për periudhën nëntor e mbrapa. Nga nëntori e këtej. Këto janë të gjitha të bëra dhe janë të njohur, është fakt i njohur botërisht, në sensi janë fakt i njohur dhe i pranuar publikisht që janë bërë në periudhën qershor-korrik 2016. Këta zotrinj kanë haruar, kanë vlerësuar që këto të dhëna nuk përbëjnë interes në kuptim të ligjit për dekriminalizimin e kështu me radhë. Dhe nuk i kanë, jo, se është e rëndësishme, nuk i kanë vendosur në formularin e tyre të parë të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe më pas një javë, 2, pas një muaji, kanë vendosur t'i plotësojnë me dëshirën e tyre, me vullnetin e tyre. Ti bëj një pyetje Denar Bibës, juristi Denar Biba tani më. Po më thuaj. Në momentin që ju keni marrë detyrën e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjendeni përballë këtij fakti, ju duhet juve tani për mirë apo për keq ta menaxhoni këtë situatë. Ky lloj veprimi ju duket?
Unë e di që ju keni një... Unë jam etatist nga natyra, edhe që do të thotë që institucionet e shtetit janë të respektuara dhe duhet të respektohen maksimalisht. Është shumë e rëndësishme. Humbja dhe një nga problematika që unë shoh në këtë përballje me prokurorin, unë nuk po i hy prapas skenave, por është një tentativë... Unë nuk e pyeta për prokurorin. A është e ligjshme në këndvështrimin tuaj ndërhyrja dhe riplotësimi i të dhënave nga subjektet që e kanë bërë? Në rast se është ndërhyrë në formularët origjinal, në ata që janë publikuar online, atëre unë nuk jam ekspert i drejtës penale, por do ta gjykohet pa moralshme më së paku. Okej, ky është mendimi juaj personal. Po. Okej, po si do të veprohet në rastet e këtyre tani më që ju drejtoni KQZ? Unë nuk kam kapacitete për ta vërtetuar këtë, se kjo do të kërkoj ekspert të shkencave të teknologjisë. Përmendet prokurorin, pak më parë, unë shnova që të përpiqem t'ju riprodhoj sakt, t'ju perifrazoj sakt, ju thatë prokuroria po inkriminon me të patë drejtë individ të ndryshëm. Me këtë lloj interpretimi i bie që ti inkriminoj, sepse të gjithë këta subjekte, edhe të tjerë, të cilët edhe të tjerë në të ardhmen, në bindjen time, të cilët do të dëshirojnë të plotësojnë formularët e tyre të deklarimit, me fakte të reja për cilat ata nuk kanë qenë në dieni në të shkuarën, janë të mirë se ardhur ti japin këto informacione, sepse sa më shumë të dim, aq më mirë do të mund të jetojmë ata. Nga ana tjetër, duke thënë që këta, kur kanë, duke qenë se bën këtë përballjen, informacioni i fundit është i vërtet, informacioni i parë është i pavërtet, dhe duke konsideruar informacionin e parë falso, prokuroria automatikisht i penalizon këta individ. Okej, një pyetje... Dhe na kërkon ne ti kishim kallëzuar. Okej, ju jeni kryetari i komisioni që merret me ligjet e jeni etatist, thatë megjithatë unë pyetën do t'ju bëj. A mendoni se prokuroria po zhvillon një, le të themi, betejë politike me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Analistë ndryshëm mendojnë se jeni dy palë, institucionet ligjzbatuese të këtij vendi që po bëni politikën e segmenteve të caktuara të politikës. Analistët mund të thonë çfarë do lloj gjësh, natyrisht jo e kuptoj. Pyesun, atëherë ajo që unë mund të them dhe që është fare dukshme, është që ne jemi 4-5 muaj përpara zgjedhjeve dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si asnjëherë në historinë e tij, është nën hetim penal. Pra ky është presion i pastër. Ne në vend që të merremi në punën tonë të përditshme, të jap garanci për këtë, në përditshmërinë tonë të punës, sot, dje par dje, në vend që të merremi me çështje zgjedhore. Dekriminalizimi ai është si synim i afishuar, të pasojë politikën nga persona të... Ne në rast të parë duhet bëjmë zgjedhje. Zgjedhjet janë riciklimi konstant i demokracisë. Dekriminalizimi është një instrument shumë i rëndësishëm për të pastruar politikën, por zgjedhjet dhe demokracia më janë më e para mua personalisht. Ne jemi institucioni që jemi parapar dikur nga kushtetuta dhe sot nga ligji si institucioni që do të menaxhojnë zgjedhjet. Ne në vend që të merremi me zgjedhjet, po merremi me përballjen me prokurorinë. Kjo përballje është politike apo jo? Çdo lloj përballje në nivele kaq të larta institucionale merr me patjetër në një mënyrë ose një tjetër merr qasje politike dhe ngjyrime politike. Me patjetër. Ju keni daljen e parë publike që në momentin që ka nisur kjo përballje me prokurorinë. Dy pyetje më vijnë në fakt nga kolegë dhe të rikthehemi për ta mbyllur, besoj, bashkë këtë pjesë të dekriminalizimit. Njëra ka të bëjë me Armando Prengën dhe njerë, që më thot, në rastin pavarësisht se gjoba nuk parashikohet në veprat për cilat hiqet mandati, parashikohet deklarim falsifikimi formularit, mos deklarimi i saj. Po pikërisht pra, Endri, se kur nuk ma kupton ti që je vetëm 1 metër larg nga meje. Zotria nuk e ka deklaruar në këtë vepër penale për cilën është dënuar me gjob, nuk e ka deklaruar në formularin e tij të vetë deklarimit. Unë e kuptova dhe argumenti juaj ishte që edhe nëse do ta kishte deklaruar, kjo lloj vepre penale nuk do ta penalizonte, nuk do t'i hiqej mandati në gjykimin e paktën të gjithë ne atje që kemi qenë. Jam dakord me këtë lloj arsyetimi, thjesht a quhet apo jo falsifikim, pra për falsifikim. Dhe këtu jemi tek ajo çka ka ndodhur me një seri individësh, të cilët ose kanë sjell shtesë, ose ju janë mësuar këto element përmes dëshmive të penalitetit. Këta njerëz, në versionin e tyre të parë të formularit, nuk i kanë deklaruar të gjitha këto. Vepra të ndryshme penale. Mos më bëj të përmend emra tash, po njerëz të ndryshëm të politikës, cilët
kanë vlerësuar që këto vepra nuk janë nga ato për cilat ligji ndalon të për cilat ata humbasin mandatin. Atëherë, përse duhet i deklaronin? E kuptova. Dakor, okej. Doja të insistoja edhe një herë sepse është çështja e falsifikimit. Kur i kanë deklaruar Dakor. dhe kur ju ka dalë nga dëshmitë e penalitetit, tash i del që pas kanë bërë dëshmi të re me herën e parë. Jo, nuk inkriminohen njerëzit shuk. Ky është qëndrimi jonë, që nuk mund të ne po shpikim kriminal në këtë mënyrë. Dakor. Dhe pyetja tjetër që më bën përsëri një koleg që është besoj e logjikshme është pse unë ju pyeta juve në rastin e ndryshimit të formularëve dhe ju më thatë pra pavarësisht se ka ndodhur në periudhën kur ju nuk keni qenë kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve, se nga nëntori e mbrapa, ju thatë kanë ndodhur periudhën qershor korrik, ju e cilësuat këtë nëse ka ndodhur thatë është e pamoralshme, ju bëj një pyetje pse nuk e çoni për ndjekje penale. Unë tani sapo po mësoj nga ju këtë gjë. Cilën? Ju betohem që ju më thatë nga burimet tona pranë prokurorisë, ne ende nuk dim asgjë në lidhje me hetimin që ne kemi mësuar vetëm nga media që ka një hetim nga prokuroria për këtë. Ne ende nuk kemi asnjë dokument në lidhje me këtë gjë nga prokuroria. Për hetimin penal që prokuroria ka filluar? Absolutisht, nuk ka asnjë gjë në komision, asnjë letër nga prokuroria në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me këtë hetim të nisur ndaj komisionit. Dakor. Unë mësova nga ju që një nga arsyet që ka nisur ky hetim ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe nëse është e vërtetë ajo që thoni shumë mirë që pas ka nisur, është sepse pas ka pas manipulime në lidhje me formularët origjinal. Po. Këtë gjë ndërhyrje në fund. Sapo e mësova nga ju. Dakor. Mirë, atëherë dhe cilësova të pamoralshme, por duke mos qenë ekspert i drejtës penale, theksova, unë jam konstitucionalist, nuk do shumë mend që është edhe e paligjshme. Dakor. Të premten, mos gaboj, këtë të premte keni mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për një seri gjërash, ndërtonë në një pikë është edhe në lidhje me materialin e dërguar nga prokuroria për zotin Armando Prenga. Dakor, mirë. Flasim pak për Libran. Forca politike që përfaqësohet në parlament nga Ben Blushi dhe zonja Hafizi, Mimoza Hafizi. Zoti Blushi ka qenë mjaft i ashpër me ju sepse tha që Zoti Blushi te kaloi çdo lloj norme etike, u mor me mbiemrin tim. Dakor. Më përçudnoi emrin krejt pa lidhje, nuk e di pse i bën këto historirat në parlament. Pavarësisht se Zoti Blushi nuk është, ju jap mundësinë të thoni çfarë keni për thënë. Mua më intereson, mua më intereson vetëm institucional. Dakor, mua më intereson çfarë ndodhi me Librin, sepse interesante është sepse edhe i mat kur shkova ditë në shtëpi më tha mor bir, po pse nuk e regjistroni këtë Librën? Ju e dini që Libra është regjistruar prej më shumë se sa një muaji, apo jo? Megjithëse kjo bisedë, kjo gjë ka ndodhur historia e Blushit, përmendja batutat me mua, kështu me radhë ka ndodhur javën e kaluar. Ndërkohë që Libra është regjistruar që përpara një muaji. Dhe unë kam uruar Librën për fillesën e saj, po zoti Blushi, po, është regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ajo që ndodhi javën e kaluar ishte një diçka krejt tjetër. Dhe ishte realisht mahnitse, po politika në Shqipëri është mahnitse në sensin e keq. Ka pasur një akt normativ përmes të cilit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve donte të bënte një shpjegim të një formule ligjore. Ligji thotë që në mënyrë që të regjistrohesh pa ndihmën e një liste prej mbështetësesh prej 5.000 firmash, sepse askush në asnjë lloj rrethane nuk kishte ndërmend të ndalonte Librën, sa më shumë të pasurohet tregu politik shqiptar, aq më mirë është, dhe ku ta gjejmë nga pozita e qytetarit që partitë e reja të sfidojnë establishmentin e vjetër, nga pozitat e qytetarit them që janë të mirëpritura. Kishim në mënyrë që kjo gjë të ndodhi, pra regjistrimi i listës së deputetëve dhe jo i partisë, partia kishte kohë që ishte regjistruar, Libra praktikisht është regjistruar e parë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe po them e kam përshëndetur personalisht të regjistrim. Sikundër ju ka muruar edhe partive të tjera, të gjitha partitë që regjistrojmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për etik unë ju uroj suksese në zgjedhje. Nga pozita e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe në mënyrë, se po e përsëris për herë të tretë, që të regjistrohet pa pasur nevojën që të mbledhi 5.000 firma, kjo gjë bëhet e mundur nëse ke mandate deputetësh në parlament 6 muajt e fundit. Kjo është formula ligjore. Nëse ke mandate deputetësh në parlament 6 muajt e fundit. 6 muajt e fundit nga cila ditë? 6 muajt e fundit nga dita e mbarimit të mandatit të kuvendit, që është në 9 shtator 2017,
6 muajt të fundit nga dita e zgjedhjeve, që është 18 qershori 2017, 6 muajt të fundit nga dita kur ti dorëzon këtë vërtetimin, që është gjithashtu e arsyeshme, pra nga cila datë 6 muajt e fundit. Kjo gjë kërkonte interpretim, sepse përndryshe do t'i mbetej në dorë një pakice në komisionin, të themi administratës fillimisht, dhe pastaj 4 antarëve të komisionit qendror të zgjedhjeve, që të vlerësonin nëse Libra e kishte këtë vërtetim ose jo. Ka disa interpretime, pra njerëz të ndryshëm që ofrojnë njerëz të ndryshëm brenda komisionit qendror të zgjedhjeve antar, po dhe administrata, të cilët ofrojnë qasje të ndryshme në interpretimin e termit 6 muaj të fundit. Personalisht e kisha të deklaruar, madje edhe të kolauduar me ndërkombëtarët. Unë jam shprehur në mbledhjen e asaj dite që mënyra ime e interpretimit mbështetet dhe nga ambasadori Borshart i OSBE-s. Unë kam qenë për ta nisur konceptin 6 muajt e fundit nga dita e zgjedhjeve. Që ishte një interpretim e cile e favorizonte Librën. Por, po të zgjidhnim interpretimin 6 muaj nga dita kur do dorëzohej lista, që është 50 ditë përpara ditës së zgjedhjeve, kjo nuk e favorizonte Librën. Librës do t'i duhej të mblidhte 5.000 firma. Në çfarë do lloj rrethane, ne donim të sqaronim situatën. Duke qenë se nuk u bën numrat, duheshim 5 vota pro, sepse ishte akt normativ. Ky vendim nuk u mor dot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe situata është ende e pasqaruar. Do të ndodhi 50 ditë përpara zgjedhjeve, i bie diku te 30 prilli, që partia Libra do të vijë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar listën e vet, dhe në hipotezën që nuk do të ketë 5.000 firma atë ditë me vete, kur të vijë për të regjistruar listën, me siguri dikush do t'i thotë, nuk keni 5.000 firma, atëherë ju lutem na jepni një vërtetim që keni 2 deputet të paktën 6 muajt e fundit, dhe do duhet ta riinterpretojmë atje, por tashmë me një akt nominal dhe jo normativ, i cili merret vetëm me 4 votat e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në gjykimin tim, Libra gaboj sepse Libra është një parti e nderuar. Ata që marrin vendime në emër të Librës gabuan sepse e lanë të paqartë situatën e tyre juridike. Në çfarëdo lloj hipoteze, edhe sikur të kishim në mbledhjen e javës kaluar, të kishim marrë një vendim i cili nuk do ta favorizonte Librën, Libra do të kishte 2 muaj kohë për të mbledhur 5.000 firma. Por nëse atë ditë Libra do të vijë në datë 30 prill, pa 5.000 firma, vetëm me idenë se ka 2 deputet dhe nuk do të gjej kolegët e mi të mbështetur nga Partia Demokratike, disa prej kolegëve të mi, po të mbështetur dhe nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike, thanë është shumë e qartë situata. Dhe ja lanë mundësinë vetes që ta interpretojnë dhe ta lënë të hapur interpretimin për në datë 30 kur ne të marrim vendimin për Librën. Libra mund të ndodhet përpara një surprize shumë të pakëndshme që të ketë, nëse do të vinë, afati i fundit do të jetë përfundimi i ditës, data ora 24, nëse nuk do të kenë mundësi të mbledhin brenda 7-8 orëve, 10 orëve 5.000 firma, që është shumë e vështirë, Libra mund të rrezikojë të mbetet pa regjistruar. Ishte shumë gabim nga ana atyre, me duket nuk e kanë idenë fare se si funksionon kodi zgjedhor, i këshillojnë keqja, nuk di ç'të them, por vota ime është e deklaruar dhe vota ime do të jetë pro Librës. Unë kam një votë, Endri Xhafa, jam kryetari i KQZ-s, po kam një votë si gjithë të tjerë. Shumë faleminderit për që sqaruat dhe nuk ju ndërpreva për të sqaruar plotësisht këtë moment, aq më tepër që është shumë teknik, por një detaj, para 2 ditësh oficerët policisë gjyqësore të prokurorisë Tiranës kanë shkuar në KQZ për të sekuestruar formularët për disa subjekte të timit. Po. Kjo ishte një argument që më japin kolegë që thonë që meqë zoti Denar Biba thotë që nuk është në dienitë e timit, kjo besoj. Jo, jam në dieni nga media dhe faktet po i shikojmë, por nuk ka dokument, nuk ka një dokument, një akt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për cilin ne të njoftohemi zyrtarisht se ndaj komisionit ka nisur hetimi dhe në lidhje me çfarë. Një ish kolegu juaj thotë mirë se erdhe në klub, thuaj Denar Bibës, mua më ka dërguar 5 herë në prokurori. Mirë, ty Dashamire, se është si... Po nuk është kënaqësi kjo. Atëherë t'ju flas për atë që ju keni shumë për zemër, por ju lutem shkurtimisht sepse kemi edhe një bisedë tjetër politike me zotin Dashamir Shehi. T'ju pyes si ndjeni në këto momente, ju e preket vetë, thatë në vend merremi me zgjedhjemi, Vërtet po harxojmë kohë jashtëzakonisht shumë
me këtë letërkëmbimin e pa kuptim me prokurorinë. Atëherë, me që jemi në një paqartësi deri diku politike, le të themi, për cilën do flasim më vonë, nëse duhen shtyrë zgjedhjet, nuk duhen shtyrë zgjedhjet, nëse mund të bëhet votim, numërim elektronik e tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjes si mund të përgjigjet situatës aktuale dhe si përpunon për zgjedhjet? Në formatin aktual, në respekt të kodit zgjedhor, ku zgjedhjet do të bëhen si rëndom, si në gjitha rastet e tjera, Komisioni është absolutisht në vijim të punës tij dhe jemi shumë mirë me çdo lloj, edhe me afatet, kemi miratuar akte, kemi miratuar udhëzime, kemi miratuar manuale të trajnimit dhe sa më shumë i afrohemi ditës zgjedhjeve, aq më tepër jemi duke ezauruar çdo lloj problematike, kemi nisur trajnimet e kështu me radh, do të lançojmë mbledhjet e komisionerëve, së shpejti do të hapim një ambient shumë të rëndësishëm trajnimi me ndihmën e Këshillit të Evropës brenda KQ-s e kështu me radhë. Nëse nuk ndodh ndonjë çudi politike, ju kështu mund gjërat janë ashtu siç duhet. Për sa i takon asaj që mund bëj Komisioni Qendror, ndërkohë që ne dimë që administrimi është politik në nivel komisionerësh. Për fat keq. Për fat keq, unë kam thënë, nëse do të kishte reformë dhe nuk ka për të pasur reformë, këto që do ndodhin, e para nuk e dim se çfarë po ndodh me komisionin ad hoc njëherë, sidomos tashmë që opozita është larguar. Por edhe në hipotezën që opozita do të kthehet në parlament, unë dyshoj fort që do të kemi në një gjë për sëmbari, ne do të kemi vetëm disa ëndra, disa amendime aty këtu në kodin zgjedhor, kryesisht ndoshta nëse do të ndodhi teknikalitete, në kuptim të raporteve dhe kritikave që ka bërë OSBE Odiri për zgjedhjet e 2013-2015, por ne nuk kemi për të pasur reformë. Reformë do niste nëse do të ndoshte depolitizimi i komisioneve, të niste të paktën depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Ndoshta edhe një formulë re për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zotëviba, shumë faleminderit që ishit me ne dhe që ishit shumë eksplicit në disa për përgjigjeve tuaja. Të falenderoj, Andri.